Ky vit është shoqëruar me konsum në rritje të produkteve dhe shërbimeve nga ana e qytetarëve shqiptar dhe turistëve të huaj, të cilët duket se kanë lëshuar dorën. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave për periudhën janar-korrik 2026 tregojnë se të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar është zëri me performancën më pozitive ndër të gjithë zërat e tjerë që furnizojnë arkën e shtetit. Konkretisht, të ardhurat nga TVSH e arkëtuar neto, e cila është matës i konsumit të brendshëm në vend, u realizuan në shumën 49 miliard lek ose thënë ndryshe 9.8 miliard lek apo 106 milion euro më shumë. E shprehur në përqindje, rritja rezulton në 25.1% më shumë se 7 mujori 2025. Po ashtu, tatimi mbi vlerën e shtuar regjistron një realizim në shumën 1.2 miliard lek ose 102.6% e planit për 7 mujorin e vitit 2026. Rimbursimet e dhëna për periudhën janar-korrik 2026 janë në shumën e 8.8 miliard lek, ndërsa totali i arkëtuar nga KYZ përfshirë dhe TVSH në import rezulton në 143.4 miliard lek me një kapërcim prej 13.1 miliard lek në raport me një vit më parë, apo 10.1%. Kjo shifër është dyfishuar në raport me të njëjtën periudhë të vitit 2026, ndërsa vetëm për muajin korrik janë mbledhur 22.7 miliard lek, shifra më e lartë krahasuar me të njëjtën muaj të viteve të mëparshme. Ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar në këtë performancë pozitive është rritja graduale e numrit të turistëve që kanë vizituar Shqipërinë. Përveç zonave bregdetare, turistët kanë shfaqur interes të shtuar dhe për qendrat urbane, destinacionet historike dhe zonat malore, duke i shtrirë konsumin turistik përtej sezonit tradicional të verës. Kontribut kanë dhënë edhe linjat ajrore low cost, të cilat përmes çmimeve më të përballueshme dhe destinacioneve të reja kanë lehtësuar udhëzimet drejt vendit, ndërsa agjencitë turistike kanë zgjeruar ofertën me guida dhe paketa për destinacione të ndryshme. Në të njëjtën kohë, kushtet e favorshme atmosferike kanë mbështetur një fluks më të qëndrueshëm vizitorësh, duke bërë që turizmi të gjenerojë konsum në periudha të ndryshme të vitit. Një tjetër faktor me ndikim ka qenë reforma e pagave në administratën publike, e cila ka rritur të ardhurat për një sër kategorish të punësuar në sektorin shtetëror dhe rrjedhimisht edhe mundësinë e tyre për të konsumuar më shumë. Efekti i kësaj reforme është përcjellë edhe në sektorin privat, duke nxitur lëvizje graduale në nivelet e pagave dhe duke kontribuar në rritjen e pagës mesatare në shkallë vendi. Rritja e të ardhurave të disponueshme është reflektuar më pas në një kërkesë më të lartë për mallra dhe shërbime.